إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu e udhëzon dhe e drejton, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut xhelle xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë e të adhurohet e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një I vetëm dhe pa shok. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri adhurues I Zotit, I dërguar I Zotit. Ai ishte vula e profecisë në tokë, domethënë mbas tij më nuk ka pejgamber dhe shpallje. E gjithë revelata që u shpall atij nga I madhi Zot është nën titullin "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të sollëm ty në këtë botë për të qenë përfaqësim I mëshirës së Zotit, mishërim I mëshirës së Zotit për gjithë botrat, për të gjithë krijesat, pra jo vetëm për muslimanët. I madhi Zot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na drejtohet neve kur thot, pra e ka me ne muslimanët, kur thot: "O ju që keni besuar, friksoni Zotit siç e meriton, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të vërtet, musliman të mirë." Po Kurani I drejtohet dhe njerëzimit kur thot: "O ju njerëz, friksoni Zotit I cili ju ka krijuar nga një njeri I vetëm, Ademi alayhis salam, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, Havan, e prej tyre bashk Zoti krijoi gjithë njerëzimin meshkuj dhe femra. E drurini Zotit. Kujdes, sa ai është mbikëqyrësi juaj, dhe majini mirë lidhjet e farefisit dhe të gjakut." Gjithashtu I madhi Zot na drejtohet neve kur thot: "O ju që keni besuar, friksoni Zotin dhe mos flisni vetëm se të mirën dhe drejt, se kështu Zoti do t'ua falë gjunahet e do t'ua mundsojë të jeni ndër vepërmirët, cili do që I bindet Allahut dhe dërguarit të Tij, sallallahu alaihi wasallam, padyshim se ka fituar lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër." Vëllezër dhe motra, meditimi I besimtarit dhe I besimtares në Kur'anin famëlart ja shton imanin dhe besimin, ja shton sevapet dhe shpërblimin, ja largon mëkatet dhe gjunahet dhe mban larg tij shejtanin, xhindët, dreqnit, po edhe njerëzit e këqij. Kështu që sa më afër Kur'anit, aq më afër dritës dhe udhëzimit, e sa më larg Kur'anit, aq më afër errësirës dhe hutisë. Për këtë arsye, ka qenë në traditën e të parëve tanë që më I lodhuri dhe më I dobti në mesin e tyre ishte ai që e lexonte Kur'anin një herë në 30 apo në 40 ditë. Dhe nuk ekzistonte, po të lexosh në jetën e të parëve tanë, nuk ekziston khat me Kur'ani në më shumë se 30 ditë, ekstremi që është transmetuar në 40 ditë. Kurse ne sot habitemi kur dikush na thotë: "Ej, është një ajet në Kur'an kështu." Si thu, çfarë thotë, pse pas ke lexuti? Po unë kam gjithë këto vite që falem si se pasën pak këtë ajet. Po përse nuk e ke lexuar?
Prandaj duhet jemi afër leximit, se është fjala e Zotit ton. Allahu ka folur me këtë Kur'an. Nuk është produkt dhe nuk është autori i Kur'anit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çfarë i tha Zoti në Kur'an? Se kur ti të shtoje në të, qoftë edhe diçka në më të vogël, me lajke do të shpartallonin. S'ka pasaj drejt. Ai thjesht ka sjell atë që ka thënë i madhi Zot. I ruajtur, i mbrojtur, i garantuar dhe sfidant deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh lutej në lutjet dhe në duat e tij dhe thoshte: dua e gjatë, o Allah, o Zoti im, ti je Zoti im, krijuesi im, e unë jam robi yt, shërbëtori yt. Biri i shërbëtores, robreshës tënde, biri i robit, shërbëtorit tënd. Çdo gjë që ka të bëjë me mua, o Zoti im, varet tek ti dhe është në dorën tënde. Mbi mua ecën me drejtësi para caktimi yt. E çdo gjë që ti ke shkruar për mua është më e mira dhe më e drejta. Të lutem ty, o Allah, me emrat e tu të bukur, që ti i ke zbritur në Kur'an, që ti i ke zbritur në librat e shenjtë, që ti ja ke mësuar profetëve dhe pejgamberëve, me emrat e tu të bukur që ti nuk i ke treguar akoma, i di vetëm ti, që Kur'anin ta bësh pranverë, lumturi, qetësi, rehati, dritë të zemrës time. O Allah, o Zoti im, me këtë Kur'an, thoshte pejgamberi alayhis salam, më largo brengrat, hallet, sikletet, streset, e bëje për mua, o Zot, dritë. E ky Kur'an nuk mund të jetë i tillë nëse mahet në raft. Ky Kur'an nuk mund të jetë i tillë nëse varet në makinë. Ky Kur'an nuk mund të jetë i tillë nëse futet në qese, e ruhet në sunduk. Ky Kur'an është i tillë atëherë kur njeriu krijon raporte me të. E minimumi i asaj që duhet bëj besimtari me Kur'anin, librin e Zotit, është leximi i tij. Dhe ne këtë po mundohemi të përcjellim në këto hutbe xhumaje që kemi nisur në raport me suret e Kur'anit. Dhe ne jemi ndalur tashmë në surën El-A'raf. Kodra dhe mali mes xhenetit dhe xhehenemit. Ku do të qëndrojnë ata njerëz që ju barazohen veprat e tyre, s'kan asnjë të mirë më shumë që me fitu xhenetin, po as s'kan një të keqe më shumë që me fitu xhenemin, kështu që presin aty kalojnë edhe një periudhë aty sprove, e sprova e Arafit për ta është arsye që t'i kapi mëshira e Zotit e t'jenë prej banorëve të xhenetit. Nëse do shkojmë pak tek surja përpara surës El-A'raf, Allahu xhelle xhelaluhu i thot Muhamedit alayhis salam që të deklaroj: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." O Muhammed, thuaj njerëzve se falja ime, pra namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, i janë kushtuar Allahut, Zotit të botrave. E për këtë unë jam i urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve në këtë bashkësi që po udhëheq. E gjithë jeta e besimtarit, mënyra se si e menaxhon jetën e tij mundohet ta ketë në raport me Zotin dhe me krijuesin e tij. Dhe vjen suratul A'raf mas fundit të surës El-An'am për treguar se ku do ta gjejmë ne, se si duhet jetë jeta jon dhe vdekja jon dhe namazi jon dhe agjërimi jon dhe kurbani jon dhe gjithçka në jetën tonë për Allahun
xhalla xhelaluhu. Vjen përgjigja ku? Në surën që vjen më njëherë mbas surës Al-An'am, pra që është suratu Al-A'raf. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Librin ta zbritëm ty o Muhammed. Prandaj mos u ndje ngushtë, mos u ndje keq se ishte një përballë një populli të tërë, një grup shumë i vogël përballë një popull, mos u ndje ngushtë. Se të kam dhënë këtë sprovë dhe këtë amanet se të du. Amaneti dhe sprova do të thotë përballesh. Dhe ti do të përballesh. Prandaj mos u ndje keq. Mos u ndje ngushtë. Ky libër ka si synim të tërheqë vërejtjen atyre që e meritojnë dhe t'i përgëzoj besimtarët. Atëherë kur po na thot suratu Al-An'am, menaxhojeni jetën tuaj me shpalljen që vjen nga Zoti, qoftë ky Kur'ani, qoftë tradita e pejgamberit alayhis salam, ose komentari më i mirë i Kur'anit është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe faktikisht, nëse do të shohim sot gjendjen e ummetit, elhamdulillah, shqyr Zotit ka numër dhe ka sasi, ka masivitet, elhamdulillah, prej Zotit kjo punë, por njerëzit janë larg leximit. Kjo është smundje shekulli, që njerëzit marrin informacion po nuk dinë, mësojnë po hutohen, shohin shumë e sjetojnë në këtë botë. E faktikisht njeriu duhet të lexojë vetë me program dhe duhet di se çfarë të lexojë dhe duhet këshillohet se çfarë duhet të lexojë në mënyrë që leximi t'i bëjë dobi, se jo çdo lloj leximi i bën dobi njeriu. Tha i madhi Zot, Allahu xhalla xhelalu në surën Al-A'raf, kitabun unzila ilayk, fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Pastaj vjen ajeti tjetër, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ndiqni çdo gjë që ka zbritur nga Zoti juaj, jo vetëm Kur'anin, edhe hadithin, fjalët e pejgamberit alayhis salam. Sepse në gjuhën arabe, gjuha që ka zbritur në të Kur'anin, ma përfshin çdo gjë. Ndiqni çdo gjë që zbret nga Zoti juaj, pra qoftë Kur'ani, qoftë hadithi, suneti i pejgamberit alayhis salam. Dhe mos ndiqni udhëzimet e të tjerëve. Pra keni mjaft Kur'anin, keni mjaft fjalët e pejgamberit alayhis salam, mos u hutoni lart e poshtë majtas dhe djathtas, mos u hutoni. Aty keni kifaje, aty keni shifaje, aty keni të gjitha, nuk keni nevojë për asgjë. Mirë po, njerëzit nuk janë të vëmendshëm. Qalilan ma tadhakkarun. Pak e kuptojnë këtë gjë. Sepse njerëzit pasha Zotin, t'i përmbajshin fjalës Zotit dhe udhëzimeve të pejgamberit alayhis salam, jo ne, që deri dje shifeshim nga të tjerët, nga poshtë lart. E sot po i shohim të tjerët, ne po i shohim ata nga poshtë lart, po gjithë bota dhe njerëzimi do të rregullohej nëse do të ecnin me fjalët e Zotit dhe me fjalët e pejgamberit alayhis salam. Sepse Zoti i Madh e udhëzon njeriu tek çdo gjë që është në të mirë të tij dhe e ndalon njeriu nga çdo gjë që është në dëm të tij. Po kështu dhe pejgamberi alayhis salam, i cili nuk fliste nga vetja e tij, por çdo gjë e kishte nga Allahu xhalla xhelaluhu. Vina jetët pasuese
Dhe Zoti tregon shembullin e atyre që nuk e marrin këshillën e Zotit dhe këshillën e pejgamberit alayhisalatu wasalam. Thotë i madhi Zot: "Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin." Sa popull janë shkatruar se i kthyn shpinën fjalës Zotit dhe fjalës e profetit që ka qenë fuqi në atë kohë. Ju erdhi dënimi i Zotit natën, ditën, kur fleshin natën ose kur fleshin ditën. E kur e pan dënimin e Zotit, nuk patën kohë të thonë gjë tjetër, vetëm se o Zot, ja kina bo vetes pa drejtësinë. Sa e ke fajin ti o Zot. Sa herë na ndodh neve në jetë që e kuptojmë që kjo e keqe na ka ardhur prej vetes tonë. Sa herë na ndodh neve në jetë që ne e kuptojmë që kjo e keqe, kjo pauzësi, ky falimentim, ky mos sukses, ky dështim, kjo prishje lidhje, kjo prishje familje, na vjen prej veprës tonë, prej vetes tonë. E kupton njeriu. Pavarësisht se nuk e jep veten, pavarësisht se nuk ka qejf që ta japi veten, ama njeriu e din shumë mirë në veten e tij se ai është shkaktari kryesor. E ka thënë Zoti në Kur'an, nuk është zbulim ky. E ka thënë Zoti në Kur'an, ata e din shumë mirë në veten e tyre, edhe nëse e mohojnë. Çdo njeri, Allahu xhalla xhelalu i ka lënë brenda vetes tij një peshore që ai kupton se si qëndron puna. Për këtë arsye erdhi njëri prej sahabëve tek pejgamberi alayhis salam dhe ai pa fol fare pejgamberi tha: "A ke ardhur me pyet tha për të mirën dhe për të keqen?" Tha: "Po, për këtë desha me të pyet." Tha pejgamberi alayhis salam: "E mirë është çdo gjë që të qetëson shpirtin dhe të rehaton, dhe e keqja është çdo gjë që të trazon shpirtin dhe të ngacmon nga mrena. Edhe nëse njerëzit thonë ose s'ka gjë, ose të gjithë e bëjnë. Kështu po jetojnë gjithë. Kush je ti? Po pse jetohet kështu si s'tu ti?" Mirë pa e keqja, njeriu e kupton mrena vetes tij. Pasha Zotin e Madh është shumë e vështirë që të ekzistojë njëri që kur bën keq, mos ta kuptojë se është duke bërë keq. E kur bën mirë, mos ta ndjejë që po bën mirë. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam këtë lloj ndjesie ndaj të mirës dhe të keqes e ka konsideruar shenjë të besimit. Atë njeri që e bën, e mira që bën të ndihet mirë dhe e keqja që bën të ndihet keq, ky është besimtari i vërtet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Falanuqussanna alayka bi'ilm wa ma kunna ghaibin." Do t'i tregojmë gjëra ato Muhammed siç kanë ndodhur. Se ne nuk është se mungonim kur ndodhi ngjarja. Çdo gjë që i ka ardhur pejgamberit alayhis salam i ka ardhur nga Zoti i gjithësisë, se Zoti është njohësi më i mirë i gjithçkaje. Po njohësi në detaj, jo thjesht njohësi në aparencë dhe në dukje, sepse është krijuesi i çdo gjëje. Na tregoi fillimi i surës Al-A'raf se njerëzit përballë të vërtetës ndahen. Njerëzit pozicionohen. Njerëzit edhe ata që e pranojnë të vërtetën nuk është se i mbahen gjithashtu siç duhet. Për këtë arsye ne gjejmë për shembull musliman me sjellje jo islame. Ashtu siç mund gjejmë jo musliman me sjellje islame. Edhe themi ne për shembull subhanallahu burrë dhe ora vetëm Islami ju mungon këty në vllasen. Po neve çfarë na mungon? Neve na mungon kuptimi i Islamit. Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujt i don Zoti të mirën, ja mundson ta kuptojë fenë islame, ta kuptojë. Jo thjesht bëj disa veprime, disa rite, disa rituale. Jo ta kuptoj thelbin me shpirt, me zemër, ku rre Islami. Çfarë deshi Zoti prej nesh?
Përveç sprovës se duhet bërë apo s'duhet bërë. Ajo është sprovë. Por efekti duhet të jetë shumë më i thellë, duhet të jetë tek zemra, duhet të jetë tek edukata, duhet të jetë tek sjellja, duhet të jetë tek korrektësia. Po ti shohësh adhurimet më të rëndësishme në Islam, pejgamberi alayhis salam i ka lidhur me korrektësinë dhe me edukatën. Pse? Për të na dhënë me kuptu se ti nuk bëhesh musliman i vërtet dhe musliman i mirë vetëm se fal namaz. Namazi është goxha i rëndësishëm, por ti duhet plotësohesh si njeri në sjellje, në edukat, në korrektësi, po kështu dhe për agjërimin, po kështu dhe ajetet dhe hadithet e haxhit flasin për të njëjtën aksion, për të njëjtën rregull. E duke qenë se njëri është i dobët, e duke qenë se njëri edhe pse e din vërtetën, ka të vështirë të i përmbahet se ka shumë aktorë cilët nuk duan që ai të rinë binar në rrugë të Zotit, Zoti e kujton njeriu me momentin, një nga momentet më mirë të them, më të vështirë të ditës së Kiametit. Qoje. Wal waznu yawma idhin al haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Atë ditë e Kiametit, do të vendoset peshorja me të vërtet. Pra me të vërtet do të ketë një peshore ditën e Kiametit. E çfarë do të peshohet në këtë peshore? Do të peshohen veprat e njeriu, punët e tij. Kur themi veprat e njeriu, fjalët, sjelljet, edhe të lutjet e synit, pa fol hiç. Edhe ato talljet apo injorimet me shkrim, çdo gjë. Po edhe punët e zemrës, smira, asedi, zilia, urrejtja, mendjemëllësia, injorimi, dashnia, sinqeriteti, besnikëria, të gjitha transformohen dhe vendosen në peshore ditën e Kiametit. Po kështu dhe të këqijat që ka bërë njeriu transformohen dhe vendosen në anën tjetër të peshores. Dhe vjen peshore. Kujt i peshon më shumë, kujt i del më e rënd, pjatanca e veprave të mira, ai ka shpëtuar dhe do të jetë i lumtur. E kujt i rënon pjatanca tjetër, ai ka humbur gjithçka. Kur themi peshore, pjatanca, kjo është me transmetim vëllezër dhe motra. Po normalisht nuk është si e imagjinueshme, se nuk e imagjinojmë dot se është ghaib. Ama do të jetë një peshore që ka 2 pjatanca dhe në mes ka një shigjet dhe vendosen veprat të transformuara në male, në gur, në male, në anët e të dyja pjatancave. Nuk ka peshore më të drejtë dhe më të saktë dhe më vigjilente se sa peshorja e ditës së Kiametit. Më të saktë dhe më të drejtë e dim se është prej Zotit, po pse është më vigjilentja? Se në peshore jo vetëm që do të peshohen veprat e njerëzve, po do të peshohet dhe imani i tyre, besimi i tyre. Ka edhe këtu mrena diçka që njeriu e ndjen, njeriu e jeton, njeriu ka bindje të mrenshme, edhe kjo do të vihet në peshore. Se si e ke kultivu ti këtë gjë, si e ke ndjer ti këtë gjë, do të vihet në peshore. Dhe do të vihen në peshore
regjistrat e punëve tona. Pra janë 3 gjëra që peshohen: veprat, peshohet besimi dhe peshohen regjistrat. Dhe rezultati pastaj do të jetë dikush del i gëzuar, i ngazëllyer, i lumtur, e gëzon, e ka hare, se i ka dalë çdo gjë pozitive, e është xhenetli, e dikush tjetër del me kokën ulur. E dikush tjetër se kalon fare këtë fazë, se ka hyrë në xhenet me kohë, ashtu prit atje. Allahu na boft për këtyre njerëzve. Amin. Kurani erdhi për të na udhëzuar. Pejgamberi alayhis salam erdhi për të na udhëzuar që ne të ecim, të orientohemi. E të kuptojmë që nëse nuk shpërblehemi në këtë botë, se ndodh vëlla që mund të bëjë njeriu shumë mirë, po ke pati që shpërblehet burri dhe. Dhe dikush tjetër mund të bëjë keq maksimum, ke pati që i ecën marrë dhe mirë burri dhe. Si ka mundësi, vëlla, unë falem, nuk s'po ngrej kohë. Pa i tjetër, po nuk është këtu më vëlla, nuk është këtu peshorja e vërtet, o vëlla im. Nuk është këtu matja e vërtet. Është provë kjo punë. A do të heqësh dorë ti nga Zoti, nga Islami, se s'po të ecën marrë punët, se s'po përzihesh me haramin, se nuk po sjell haram në shtëpi? Apo thosh jo vëlla, jo më vëlla, nuk heq dorën prej Zotit, jo më vëlla. Se nuk është këtu treguesi. Dhe nuk është kjo botë ajo që tregon vlerën e vërtet njeriu, në ahiret po. Aty kuptohet se kush ka pas vlera e kush ka qenë pa vlera. Kush është me të vërtetë i lartësuari dhe kush është me të vërtetë i ulti dhe i poshtruari. Për këtë arsye Zoti i Madh e solli në atë formë situatën që ne të kuptojmë se edhe nëse na duket sikur sot s'na merr kush në llogari, e si japim kujt llogari, faktikisht çdo gjë regjistrohet. Nuk ka nevojë me pas kamera që me qenë korrekt, i sjellshëm dhe i edukuar. Nuk ka nevojë me pas njerëz aty afër dhe aty drejti që me qenë i sjellshëm dhe i edukuar dhe korrekt. Nuk ka nevojë me pas polici apo ushtri që njeriu të kuptojë dhe të jetë i kujdesshëm, jo më njeriu duhet ta ketë nga vetja e tij, nga shpirti i tij. E mira duhet burojë prej tij. Për këtë arsye Zoti i Madh në shumë micën e rasteve i lidh gjërat me botën tjetër, siç e ka lidhur këtu në surën Al-Araf, e ka lidh me vendosjen e peshorëve, sikur po thot Zoti i Madh, o robim, atë thash në surën Al-An'am se e mira shpërbrehet minimalisht 1 me 10 dhe e keqja 1 me 1, vjen sura Al-Araf thotë, këto vendosen peshore. Do të vendosen në peshorën e ditës gjykimit. E në sajt e kësaj, vazhdojnë stacionet e tjera të ahiretit, siç është Sirati, siç është Arafi e kështu me radhë. Mbasi Zoti i Madh solli, le të themi, rregullat, orientimet, bën një pyetje retorike. Gjojnë, subhanallah. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ju dham fuqinë dhe pushtetin mbi tokën. E bëm atë të përshtatshme për të jetuar ju. Sa pak jeni falendërues o njerëz. Subhanallahu vëllezër. Një njeri me të bë dhuratë celular. Sa herë e shef ndihesh borxhlim ndaj tij. Me të bë dikush dhuratë një makinë, sa herë e shef ndihesh borxhlim ndaj tij. Nëse dikush do të bënte dhuratë një shtëpi, sa herë do ta shohësh të ta ndjesh veten tatë që nuk lahesh dot kurrë me këtë njeri, apo nuk është kështu, vëllezër? Po mirë vëllaim dhe motra ime, menoje pak këtë me Allahun xhel xhelanu. Sa na ka dhënë Allahu neve? Sa na ka dhënë pa i kërku? Thojte i burri moçëm,
i kësaj kohe, Allahu më shëroft. Po të më kishe thonë Allahu, kërko çfarë të dush. Nuk e dija a do t'i kërkoja këtu ku kam arrit sot. Se me një robë është e vogël. E Allahu më ka dhënë shumë, më shumë dhe më mirë se çfarë mund të kërkoja unë prej tij. Po kjo nuk është vetëm për atë plakun e moçëm, Zoti më shëroft, por kjo është edhe për ne të gjithë. Sa herë ne kuptojmë që zgjedhja dhe caktimi i Zotit për ne pas ka qenë më mirë se sa ajo gjë që do të bëjshim ne, që menojshim se aty ne do të shpërthenim, do të ecnim, do të ishim dikush i jetë. Jo më jo. Ka rënë ajo alternativë, të ka hap Zoti 7 alternativa të tjera. Të shtyll një rrugë, ka hap Zoti minimalisht 2 rrugë të tjera. Të shmbyll një derë, minimalisht ka hap Zoti 2 dyert të tjera. Ne ju dham fuqi dhe pushtet mbi tokën. Se kjo tokë vëllezën, a e dini se kjo toka jonë që ka këto 7 palështresat, a e dini se ku është apo jo? Çka ka poshtë saj? Kush na dha neve pushtetin mbi të dhe e bëri të zotërueshme në dorë të njeriut? Zoti i madh. Po atmosfera me shtresat e saj dhe me ndarjet e saj dhe me përqindjet e gazrave në të, kush e bëri? Se po mos do ishte toka si Marsi, si Jupiteri. Zoti. Ne ju dham fuqinë mbi tokë dhe e bëm atë të përshtatshme për të jetuar, që ju të kaloni sa më mirë. Sa pak që falenderoni, janë shumë pak falendërues. Dhe me të vërtetë, shumë pak janë ata cilët e kanë pranuar vërtetën. Se nuk është puna të besosh në Zot e ke shpëtuar. Jo më jo, të besosh në Zot, ta pranosh Islamin, ta pranosh vërtetën. Se ka Zot, që thot, nga 8 miliard e gjysmë që ka bota sot, 7 miliard besojnë Zot. Por nuk kanë të shpëtuar. Nuk mjafton të dish se ka Zot edhe e hodhe. Jo më vëlla. Ka dhe të krijosh raporte dhe lidhje me këtë Zot, me Allahun xhella xhelalu. Pastaj Zoti i madh futet në një ngjarje ose në një, le të themi, kapitull tjetër ose në një diçka shumë interesante që është krijimi i njeriu. Tha Zoti i madh, dhe ky do të jetë ajeti i fundit: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Unë ju krijova, unë ju dhash formën, Zoti, jo majmuni. Jo kemi ardhur nga majmuni, nga orangutangu. Jo, thash një racë majmunësh që është duk. Pra pasan qenë majmuna misionar, majmuna inteligencë artificiale. Sa kalum tek njeriu u zhdukën këta, edhe e bon kështu, sulm kamikaz, u zhdukën të gjithë. Nuk është gjetë edhe sot e kësaj dite një skelet i këtij majmuni që lidh majmunat me këta që sillen si majmuna. S'është gjetë. I gjetën Kafkën në filan vend, po ajo Kafka i kishte nofllat njeriut. Ja gjetën nofllat në një vend, po gjysma e Kafkës ishte Kafkë njerëzore, se do të bëjmë përshtatjen. Ja gjetën syt, tha me i ven atje, vesht e pjesa tjetër ishte i njeriu. Ja gjetën, tha këmbët, pjesa tjetër e kurrizit, orangutang, ose shimpanze. Tha njëri, tha, po t'ishte për ngjashmëri, duhet thoshim ta që e kemi origjinën nga derri, jo nga majmuni. Se më shumë të që ngjall me njeriu është derri.
Pse nuk zgjodhen derrin apo zgjodhen majmunin? Çudi e madhe, çudi njerëzore e madhe. Tha Zoti, unë e krijova. Unë u dhash formën. Unë u asolla shpirtin në trup. Jo vetëm kaq tha, po i urdhërova me lajket që t'i binë sejdë njeriu të parë dhe i ranë gjithë me lajket në sejdë, përveç Iblisit, që ishte prej xhinëve, nuk ishte prej me lajkeve. Ai nuk i ranë sejdë njeriu të parë, Ademit alayhis salam. Këtu ne inshallah taala do të bëjmë një stopim dhe inshallah javën tjetër do të merremi pikërisht me këtë armik. Dhe si turemi për këtij armiku, se ky na ka prish punë të madhe faktikisht, e ka nis luftën me babën ton Ademin alayhis salam dhe Havan me nonën ton në xhenet, e ky vëlla nuk i ka ul armët. Nëse zullumqarët sot që luftojnë padrejtësisht në botë bëjnë nga herë kështu kohë paqe dhe armëpushime, ai nuk i ul asnjëherë armët. Ai nuk e njeh qetësinë, ai nuk e njeh gjumin. Ai është gjithmonë në llogore. E njeriu që flet gjumë shumë, që hutohet mas dynjas shumë, e më e keqja që janë gjën këshillat këtij shumë. S'duhet me ngju këshillat e burr. S'duhet me ngju këshillat. Nuk ka ndodhur ndonjëherë tha në historinë e njerëzimit që shejtani të ketë këshilluar dikën për mirë. Kurrë. Edhe nëse ta thotë diçka të mirë, do të thotë se po të ndalon nga një e mirë më e madhe. I tha, thuhet në për libra kështu. Thot u taku, thot një herë, thot Jahja alayhis salam me Iblisin. U pan me njëri tjetër. Tha o Iblis, tha, vetëm për keq ka dalë nami, tha. Vetëm për keq, tha. Dhe kjo është e vërteta. Tha, pa më jepi këshill. Këshilla e Iblisit. Këshilla e drejtit. Pati një moment reflektimi i Iblisi dhe i tha, "Gjo, o Jahja", i tha. Tha, "Mos ha shumë. Se po hongre shumë, tha, do të flej shumë. Do të rënohesh dhe do të dëmbelosesh nga adhurimi i Zotit." E Jahja alayhis salam me brishësi dhe natyrshmëri e tha, "Pasha Allahun, tha, sa të jem gjallë nuk do të ngopem më. Nuk do të ngopem." Tha Iblisi, "Pasha Allahun, sa të jem gjallë nuk këshilloj më njëri, sa të jem gjallë, s'këshilloj më njëri." Tregohet, edhe do ta mbyll me këtë, ta thash kur themi tregohet dhe thuhet, nuk ka transmetim të saktë, po shkruhet nëpër libra. Thotë takoi Musa alayhis salam Iblisin. Edhe i po ankohet kush? Iblisi Musait. Thotë o Musa, ti je ai që flet me Zotin. Thotë, unë e kom boj faj para ku të gjonë, sa vite janë, nuk e di se janë vitet fiks. Për atë faj, thotë unë, thotë vuj edhe sot e kësaj dite do të vuj. Më zhvullos që jam në xhenem. E kom marrë certifikatën për në xhenem. Tha, thuj Zotit, lutju Zotit për mu. Tha Musa alayhis salam, nuk i lutem, tha, po do ta pyes. Po tani Zoti nuk e shifte ngjarjen, e shifte normalisht. E Musa i thot Zotit, o Zoti im, thot, kështu thot, më erdhi Iblisi dhe më tha kështu. I tha Zoti, thuj Iblisit, e kemi gjithmen, apo si gjithmonë? Jo, tha, kam me gjithmen, tha drejqi. Ke përësish me thonë drejqi e kam me gjithmen. Tha, kam me gjithmen, tha, kam. I tha Zoti, Musa alayhis salam, thuj, varri i Ademit është në filan vend, shkoj t'i bjej sejdë tani, nuk ka problem. Dhe e mbyllim kapitullin. Nuk i ra në sejdë sa ishte gjallë. Ti shkoj tani t'i bjej në sejdë. Atë që se boni, ta boj tani. I tha Musa, o Iblis, tha, orë drejqi, tha, hajde këtu, hajde, tha. E mora përgjigjen, tha, varri i Ademit alayhis salam shfilan vend, shkoj bëj sejdë dhe mbyllet ky kapitull për ty. Tha Iblisi, unë si rash sejdë ta kur ishte gjallë, ti bi sejdë ta që ka vdek.
E po vazhdo tha se ti vlla tha nuk bë. Ti artist thash vlla. Ti artist tha nuk bëhesh. Edhe më të vërtet janë ca njerëz që zemrat e tyre janë të vulosme. E shohin vërtetën, e dinë vërtetën, e ndjejnë vërtetën, e nuhasin vërtetën dhe pastaj shkojnë gjetiu. Zoti mos na boft për këtyre njerëzve.